Pse? Përse ka kaq shumë pikëllim dhe kaq shumë trishtim në botë? Abuzim, trafikim të qenieve njerëzore, luftra, skllavëri, uri të shkaktuar nga duart e njeriut në vendet ku nuk ka ligj dhe ku çdo njeri është në rrezik nga të dhunshmit, që u intereson vetëm pushteti i tyre. Probleme shëndetësore, varësi, familje të shkatruara, dhunë pa arsye, tërmete, tsunami, fatkeqësi natyrore, dhimbje, lot dhe katastrofa përfundimtare, vdekja. Të gjithë janë të prekur. Askush nuk i shpëton dot hidhërimit që ato shkaktojnë. Por nuk ka qenë gjithmonë kështu. Në fillim krijuesi bëri qiellin dhe tokën. Gjithçka që ai krijoi ishte e mirë, dhe në majtë të krijimit të tij qëndronte burri i parë dhe gruaja e parë. Jini të fryqëm, ju tha ai. Shumohuni, sundoni mbi krijimin tim, bëjeni atë një parajs lavdërimi, lavdije dhe paqeje midis fëmijëve tuaj, dhe unë do të banoj mes jush dhe do t'ju bekoj. Gjithçka shkonte mirë për një farë kohe në kopshtin e bukur të Perëndis, derisa ndodhi gjëma. Burri dhe gruaja nuk donin të ishin më shërbëtor të tij. Ata nuk ishin më të kënaqur ta lejonin Perëndin të ishte Perëndi, ta adhuronin dhe të shirbenin vetëm atij. Ata e donin të gjithë pushtetin për vetët e tyre. Ata donin të sundonin botën pa Perëndin. Në një akt të pashembull rebelimi, ata u vetë shpallën të pavarur nga krijuesi i universit. Dhe errësira zbriti mbi të gjithë planetin Tokë. Errësira ishte mbi njeriu. Duke qenë se kishte rebeluar kundër krijuesit të tij, njeriu nuk besonte më tek ai, as nuk e njihte më atë, dhe filloi të krijonte perëndi të reja, sipas imagjinatës së tij. Perëndi prej druri dhe guri, perëndi që nuk mund të flisnin, të dëgjonin apo të shikonin. Perëndi që ishin tekanjoz dhe mizor. Errësira ishte jashtë njeriut. Njeriu filloi të keqtrajtojë njeriun, ta përjashtoi, ta skllavëroi dhe ta vras. Kombet filluan të luftojnë me njëri tjetrin. Drejtësia u hodh për tokë. Njerëzit filluan të vajtojnë për dhimbjen që mbizotronte në botë dhe të pyesin veten, a ka shpresë vallë? Errësira ishte poshtë njeriut. Toka nuk ishte më një kopësht i begat. Toka nën këmbët e tyre ishte e mallkuar. Prej saj nisën të rriten ferrat dhe barrat e këqija. Toka e kishte humbur ekuilibrin. Thatësirë, zi buke, përmbytje, murtaj, tërmete. Toka u drodh, si një grua nga dhimbjet e lindjes. Errësira ishte brenda njeriut. Turp, faj, vetmi, ankth, mungesë shprese dhe frikë. Asgjë nuk mund të ndryshonte dot mënyrën se si bota funksiononte tashmë. Errësira dhe vdekja ishin ngado. Krijuesi e pa dhe u pikëllua. Krijimi i tij i çmuar, njerëzimi i bërë sipas shëmbëltyrës së tij, e kishte refuzuar dashurinë e tij, dhe pavarësisht ftesave të përsëritura për t'u kthyer tek ai, ata vazhduan të rebelohen dhe të ndërtojnë një botë ku mbizotron kaosi dhe korrupsioni. Por krijuesi nuk hoqi dorë nga qëllimi i tij. Ai i donte krijesat e tij dhe kërkoi një njeri përmes të cilit të mund të punonte për ta kthyer tokën dhe mbar njerëzimin në planin fillestar të dashurisë dhe bukurisë. Dhe një ditë, Perëndia e gjeti atë njeri. Emri i tij ishte Abraham. Abrahami e donte të vërtetën, dhe zemra e tij u trondit ndërsa vështronte tempujt dhe faltoret, kushtuar perëndive të qytetit të tij. Ai e dinte se këto karikatura të krijuesit ishin të reme, dhe se perëndia i vërtet ishte një tjetër. Dikush përtej këtyre hyjnive dhe idhujve lokal që qëndronin pa jetë përpara të gjithëve. Perëndia i vërtet nuk ishte kështu. Perëndia i vërtet nuk mund të ishte një nga këto shëmbëltyrat groteske të bëra nga duart e njeriut që priftërinjt i përdornin për të kontrolluar mendjet e njerëzve. Perëndi, kush je ti? Ku ndodhesh, Perëndi? Zbulo ma veten tënde.
tha Abrahami, dhe një natë krijuesi u përgjigj. Abraham, Abraham, e kam parë se më ke kërkuar. Ta kam parë zemrën, Abraham, dhe tani po vi tek ti. Unë jam Perëndia i vërtet i gjithë krijimit. Largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe familja e atit tënd, dhe shko në vendin që unë do të tregoj. Unë do të bëj ty një komb të madh, do të bekoj dhe do të bëj të njohur, dhe ti do të jesh bekim për të tjerët, e përmes teje do të bekoj të gjitha familjet e tokës. Këto fjalë u ngulitën thellë në mendjen e Abrahamit dhe ato që ndruan në të. Ai e la familjen e tij dhe shkoi në Kanan, tokën e premtuar. Atë që shumë vetë do ta quanin toka e shenjtë, për shkak se në atë vend Perëndia do të punonte për të restauruar të gjitha gjërat. Por nga të gjitha fjalët që Perëndia i vërtet i tha Abrahamit, kjo ishte më e rëndësishmja. Abraham, të gjitha familjet e tokës do të bekohen përmes teje. Perëndia do ta përdorte Abrahamin dhe pasardhësit e tij për të restauruar botën. Kjo ishte revolucionare, ishte dinamike, ishte ndryshe. Kurrë më parë nuk ishte folur për diçka të tillë në botë. Me kalimin e shekujve, familja e Abrahamit u rrit dhe formoi një komb të madh. Një ditë Perëndia i vërtet i foli udhëheqësve të këtij kombi dhe u tha: Unë i mbaj mend premtimet që i kam bërë Abrahamit. Dhe tani unë do të caktoj një beslidhje me ty. Unë do të bekoj ty, dhe ti do të jesh një bekim për të gjithë kombet e tokës, për të kthyer ata sërish tek unë dhe për të bërë botën ashtu siç duhet të jetë. Qindra vite kaluan, dhe Perëndia vazhdoi të punonte tek populli i tij dhe në botë për shpëtimin e madh që do të sillte. Dhe përmes profetëve të Izraelit, ai përshkroi se si do të vinte ky shpëtim. Ai do të vinte përmes një foshnjeje të veçantë. Na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltari i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princi i Paqes. Perandoria dhe paqja e tij nuk do kenë të sosur. Ai do të mbretërojë me drejtësi deri në mbarim të botës dhe për të gjithë përjetësinë. Këtë ka për të bërë zelli i Zotit. Dhe një ditë kjo foshnjë lindi. Ai lindi si asnjë foshnjë tjetër. Ai ishte një foshnjë mrekulli. Ai u lind nga një e virgjër, si shenjë që ishte fëmia mrekulli i Perëndisë, që do të çlironte botën nga dhembjet dhe vuajtjet, dhe do të shpëtonte të gjithë ata që do ta dëgjonin dhe do të ktheheshin nga mëkatet e tyre. Ëngjëjt u shfaqën në lindjen e tij. Njerëzit erdhën nga vendet e largëta për ta adhuruar. Profeci u shpallën nga të urtët mbi këtë fëmijë për gjërat e mëdha që ai do të bënte. Ai ishte shpëtimtari i botës dhe emri i tij ishte Jezus. Kur Jezusi ishte 30 vjeç, ai e dinte se kishte ardhur koha që të niste misionin e tij për të restauruar botën. Ai shkoi nga do duke shpallur se koha u mbush, se mbretëria e Perëndisë ishte afër. Bota kishte parë errësirën dhe vuajtjet e mbretërive të botës. Tani kishte ardhur koha që mbretëria e Perëndisë të rivendosej në tokë dhe të sillte shpëtimin gjithë njerëzimit. Ai foli me fuqi, ai foli me autoritet, ai foli me dëmshuri. Ai shëroi të sëmurin, i ktheu shikimin të verbrit, e bëri të çalin të ecë. U ktheu në jetë fëmijët, prindërve që vajtonin, çliroi ata që ishin të pushtuar nga frymrat e këqija, dhe mbi të gjitha, ai fali ata që shkuan tek ai të trishtuar për mëkatet e tyre. Ai u dha atyre shpresë dhe një fillim të ri. Gëzimi u derdh me tepri në atë vend, ndërsa drita e Perëndisë largoi errësirën. Perëndia po i përmbahej me besnikëri premtimeve që i kishte bërë Abrahamit. Por jo të gjithë ishin të lumtur. Pushteti ishte ende në duart e njerëzve të korruptuar. Ashtu si kundër kishte qenë shpesh që nga fillimi i katastrofës së madhe. Dhe atyre që ishin në pushtet,
nuk po u pëlqente as pak ajo që Jezusi po bënte. Ai përbënte një kërcënim të madh për regjimin e tyre, dhe ata e ndoqën dhe më në fund e arrestuan. E nxorën përpara gjyqit, e akuzuan pa drejtësisht dhe në fund e kryqëzuan në kryq. U duk sikur errësira kishte fituar në fund. U duk sikur errësira e kishte mposhtur dritën që kishte ardhur në botë, derisa diçka ndodhi 3 ditë më pas. Gratë shkuan tek vari për të vajosur trupin e pajet të Jezusit, po kur ato mbritën, vari ishte bosh. Ëngjëjt ju shfaqën atyre dhe u dhan lajmin e mrekullueshëm. Jezusi ishte ngritur prej së vdekurish. Jezusi ishte prap i gjallë dhe ai jetonte në një trup të ri, të pavdekshëm, që nuk do të prishej kurrë. Errësira nuk e kishte mundur dot Jezusin. Përkundrazi, Jezusi e kishte mposhtur errësirën. Vdekja e tij në kryq nuk ishte një humbje. Ajo ishte fitore, sepse në kryq ai pagoi çmimin për mëkatet e botës dhe me ringjalljen e tij ai u shndrua në krijesën e re të Perëndisë, që do të restauronte të gjitha gjërat, ashtu si ai kishte premtuar Abrahamit. Jezusi i mblodhi ndjekësit e tij së bashku dhe u tregoi atyre shenjat tek duart dhe këmbët që i kishin ngelur nga goshtimi në kryq. Ai u shpjegoi atyre se e gjithë padrejtësia që kishte ndodhur kishte ndryshuar krejtësisht me anë të fuqisë së Perëndisë për të sjellë shpëtimin botës. Sepse kur ai vdiq në kryq, ai pagoi borxhin për mëkatet e botës. Njerëzimi ishte fajtor dhe e priste dënimi për shkak të rebelimit të tij. Ai meritonte gjykimin, por Jezusi e mori mbi vete dënimin për të gjithë. Njerëzimi tashmë mund të kishte falje për mëkatet dhe të kthehej te krijuesi i tij. Nuk ishte më e nevojshme të flijoheshin kafshë për mëkatet, sepse sakrifica përfundimtare e vet Jezusit ishte kryer tashmë. Nuk ishte më arsye për të pasur frikë se çfarë gjendej në anën tjetër të vdekjes, sepse Jezusi e kishte mundur vdekjen duke u ngritur nga varri. Ai që kishte shëruar të sëmurin dhe kishte falur mëkatarët, tashmë kishte fituar mbi çdo armik dhe ishte ngritur nga varri si Zoti i vërtet i botës. Pastaj ai u tha ndjekësve të tij se ai do t'i çonte ata në mision. Misioni i tyre ishte t'i tregonin botës për të dhe për atë që ai kishte bërë. Misioni i tyre ishte t'i tregonin botës se përmes tij ata mund të kishin faljen e mëkateve, se në të do të gjenin jetë dhe se gjithçka që kishte humbur gjatë katastrofës së madhe tani mund të restaurohej. Errësira midis Perëndisë dhe njeriut mund të largohej, ndërkohë që njerëzit pranonin Perëndinë e vërtet përmes Jezu Krishtit. Errësira midis njerëzve mund të largohej ndërkohë që ata mësonin të shërbenin njëri tjetrit me dashuri, ashtu sikurse Jezusi u kishte mësuar ndjekësit e tij. Errësira brenda çdo personi mund të largohej ndërsa fryma e Jezusit vinte t'i pastronte, t'i shëronte dhe t'i përtërinte. Mallkimi mbi krijimin do të largohet një ditë kur Jezusi të kthehet sërish për të ndërtuar një botë të re, të bukur, plot paqe dhe gëzim. Pasi Jezusi u dha këtë mision, ai u kthye në vendet qiellore dhe u kurorëzua si Zoti i qiellit dhe tokës. Dhe tani, si Zoti i vërtet, ai fuqizon dhe ju udhëheq ndjekësit e tij për të përhapur lajmin e gëzueshëm që ai, shpëtimtari i njerëzimit, do të restaurojë të gjitha gjërat që humbën gjatë katastrofës së madhe. Po, Perëndia e mbajti premtimin që i kishte bërë Abrahamit dhe përmes pasardhësit të tij, Jezusit të Nazaretit, ai po bekon mbar botën, ashtu sikurse tha. Turma të panumurta e kanë përqafuar këtë mesazh shprese gëzimi dhe jete dhe ja kanë përquar edhe të tjerëve. Kanë kaluar afro 2000 vjet dhe mesazhi i shpëtimit të Perëndisë vazhdon të jehojë në mbar botën. Dhe tashmë ai ka mbërritur edhe tek ju. Ju mund të çliroheni nga frika, turpi juaj mund të largohet. Mëkatet tuaja mund të falen, mungesa juaj e shpresës
mund të zhduket. Konfliktet tuaja mund të zgjidhen me anë të emrit të shpëtimtarit dhe Zotit të qiellit dhe tokës, Jezusit të Nazaretit, të përsosurit, atij që u sakrifikua për mëkatet tona, atij që mundi vdekjen, Zoti të gjithësisë. A do ta pranoni atë si Zotin tuaj sot? Thërrisni emrin e tij tani dhe pranojani atë si Zotin tuaj dhe përçojuni edhe të tjerëve këtë lajm të gëzueshëm.